Bordi i transparencës vendosi sot uljen e çmimit të naftës me 10 lek për litër dhe të benzinës me 4 lek. Ky vendim vjen pas duhatjeve të fundit në tregjen ndërkombëtare, ku çmimi i naftës bruto ka pësuar rënje. Sipas ekspertit të ekonomisë Fatos Çoçoli, ndikim kanë pasur edhe zhvillimet politike dhe ekonomike në arenën ndërkombëtare, veçanërisht sinjalet për një marrëveshje të mundshme mes SBA-s dhe Iranit. Mendoj se ishte një vendim i pritshëm sepse çmimi i naftës tek ne lidhet shumë, sidomos tani që qeveria i ka hapur mirë ato radarët e saj me çmimin e tregjes ndërkombëtare, nga që ne ti e di importojmë 100% naftën që e përdorim për konsumin e automjeteve tona në pikat e Pakisës ku ajo shihet. Kështu që ishte e pritur që vinte në këtë masë që juve sapo e pat, nga që për shkak edhe të si thua informacioneve që qarkullojnë në botë tashmë me shpejtësinë e sekondës, duket sikur është në perspektivë një marrëveshje paqe mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit. Kjo ka bërë që nafta bruto që tregtohet në botë dhe që merret dhe si pikë referimi, edhe pse nuk është pikërisht ajo naftë që neve importojmë naftë rafinuar, nga që nuk rafinojmë në vendin tonë qendrim, ka zbritur $900 për fuqi. Kjo është arsye që Bordi i Transparencës kuptohet atje është qeveria që ka shkopin e dirigjentit, e uli me 10 lek naftën për litër, pas vetëm pak ditësh që kishte ulur me vetëm 2 lek në 100, më fal 208, kishte për 206, tani është 196. Megjithse çmimet kanë pësuar një ulje, sipas ekspertit, qytetarët vazhdojnë të përballen me kostot e lartë të karburanteve. Ai thekson se një pjesë shumë e madhe e çmimit final përbohet nga taksat, ndërsa mungesa e konkurrencës reale në treg ndikon që uljet të mos reflektohen menjëherë. Çmimi i naftës tek ne edhe para fillimit të krizës në Gjirin Persik, më bllokimit të mbështetjes së Hormuzit në datën 28 shkurt, ka qenë dukshëm më i lartë se sa mundësitë e qytetarëve tanë për ta përballuar këtë çmim. Kjo nuk varej për strukture, varej nga një strukturë ku çmimi i naftës ka më shumë taksa brenda se sa kostot e sjelljes së naftës së përpunuar tek ne. Taksat të thashë, me më shumë se gjysma e çmimit, kjo është struktura e taksave tek ne, shteti duhet të mbajë arkën e tij. Prandaj është aty brenda taksa e qarkullimit që u përmenda, është aty brenda akciza, janë dhe njësër taksa të tjera, të VSH-ja që kemi 20%. Eksperti ekonomisë ndalet edhe tek situata sociale në vend, duke theksuar se shumë familje shqiptare vazhdojnë të kenë vështirësi ekonomike, pavarësisht rritjes së ekonomisë në vitet e fundit. Sipas tij, shtresat më të prekura mbeten pensionistët dhe familjet me të ardhurat të ulta. Kjo rritje ekonomike nuk shkon njësoj tek familjet tona. Janë më mirë ata që kanë më shumë, sepse atje, si thua, shpërndarja e parë direkt të shkon, tek ata që kanë kapitale ta quajmë kështu, kompanitë e mëdha, zotëruesit disa nga tregjereve tona kryesore, dhe pjesa e mesme është pak më mirë se sa më përpara, shtresa e mesme, e cila për fat keq edhe është kurrë tek ne në vitet e fundit dhe janë gjithnjë më keq për shkak të rritjes së çmimeve, ato familje që kanë të ardhur modeste ose janë në prag të varfërisë ose edhe ndodhen brenda qershullit të varfërisë. Kjo është arsye që edhe pse kemi rritje ekonomike, këto familje e ndjejnë përreren më pak, madje nuk e ndjejnë fare rritje ekonomike, por ndjejnë vështirësimin, shpëngimin e lakut të atyre të mbijetesës, për shkak të rritjes së kostos së jetesës. Sipas Çoçolit, ekonomia shqiptare vazhdon të mbështetet më shumë te konsumi dhe importet, ndërsa prodhimi vendas mbetet i dobët. Ai shprehet se kjo është një nga arsyet kryesore pse shumë të rinj vazhdojnë të largohen nga vendi. Importojmë shumë, pak më shumë se sa 1/3 e asaj që derës së shtuar që neve kemi çdo vit të krijuar rishtas tek ne, prodhimi kombëtar, GDP-ja, produkti brendshëm brutto i vendit, është sot që flasim ke 27 miliardë euro, dhe 9 miliardë praktikisht e importojmë. Është një ekonomi e bazuar në konsumin,
por jo mbi prodhimin. Kjo është një problem jashtëzakonshëm. Kemi sepse konsumi nuk të bën të pasur. Është prodhimi që mund të bëjë të pasur. Dhe edhe niveli i lartë i turizmit që kemi pasur historisht nuk është pavarësisht se na kanë ndihmuar shumë, pas Bankës Qendrore, Bankës së Shqipërisë janë 5 miliardë euro që kanë hyrë nga turizmi në prodhimin e kaluar, por nuk ta bën të pasur. Nuk kemi shumë se po është perspektivë të rrisim ndjeshëm nivelin e familjeve tona të ardhurave dhe po ashtu edhe të përkatësisë së tyre në kuptimin e sendeve që zotërohen, pavarësisht se jemi në vendi shteti me nivelin më të lartë të pronarëve të apartamenteve, jemi duke 90% nga 10% ta quajmë kështu familje kombëtare, 620.000 familje të regjistruar në Instat. 90% e tyre është pronare një shtëpi. Por në nivelet të tjera, domos pa ato familje që ajo nuk të para, familje me ardhmë modeste dhe të varfër. Përveç një shtëpie të thjesht për të duhet, kodët nuk kanë të tjetë. Jemi realisht në një kryq ku duhet të shikojmë rikthehemi me forcë prodhimit. Nuk është e lehtë, nga duket misioni pamundur, por është e vetmja në mënyrë që të mbajnë njerëzit tanë këtu. Se të rinjt, as që diskutohet, do të njojnë, të shikojnë votimin e vetëm nga emigracioni. Eksperti ekonomisë vlerëson se ulja e çmimit të karburanteve mund të sjellë një lehtësim të përkohshëm për qytetarët. Megjithatë, sfidat kryesore për ekonominë shqiptare mbeten përballimi i kostos së jetesës, ulja e varfërisë dhe krijimi i shumë mundësive për të rinjtë dhe familjet shqiptare.